më tregojnë mua këta Honxho Bonxho investime strategjike. E më thonë po prishet Shqipëria në investime strategjike. Po s'kishte investime strategjike Vlora kur erdhëm ne në detyrë. Mbani mend si ishte për? E mbani mend që ktheheshte dhe pusi me zinit dhe mund të dilje pa pritur pa kujtuar të mbyteshe në lumën e Vlorës dhe mos ta gjejë dot ku ishte Vlora. Po lëre më mushkonja ishte. Jo më lëre mushkonja. Mushkonja ishte për ta zënë dashnore, po ta rije gjallë. E kuptove, mushkonja. Që mushkonja ishte e fundit. Po gropat në lungomare, e të tjera, s'kishte investim strategjik. Dhe më e bukur e dini kush është? Më e bukur është që te Zvërneci, ata s'kan kërkuar fare status investitori strategjik. Mund ta kërkojnë më vonë, nuk e kanë kërkuar. Tjetra thonë, paketa e maleve duhet të anullohet. Po pse ata që kanë trashëguar tokat, edhe thuaj ju, more janë trashëgimtar të tokave. Janë trashëgimtar të tokave në veri, ka trashëgimtar të tokave në zona të thella të jugut që nuk kanë pasur ata shere për pronën. Nuk kanë hyrë ata në 7501 më të përa. Ata e din, deri këtu ka qenë gjyshi im, deri atje ka qenë gjyshi jot. Mirë po duke mos pasur nga ato, i kanë braktisur ato bukuri atje, sepse nuk bëjnë dot asnjë investim. I bënin dikur pa leje, tani si bëjnë dot as pa leje. S'kan pronë, duan të bëjnë një ferm, nuk marrin dot subvencion, nuk marrin dot asgjë sepse s'kan pronë. Dhe ç'a bën paketa maleve, i thot hajdeni tek toka që është e gjyshit, që s'keni letra, sillni planin e investimit, jo investitorin strategjik, planin tuaj të investimit, shkoni në Këshillin Bashkiak, afishoni emrin një muaj, po erdhën të tjerë të kërkojnë pronën që juve po kërkoni, ju nuk e merrni dot investimin. Po s'pati kontestime, prona është e juaja, investoni dhe jo bëni pallate, po bëni agroturizëm, bëni bujtina, bëni ferma, bëni agropërpunim, krijoni ato realitete që i kanë krijuar ata që nuk janë më të mençur se ne, nuk janë më të zotë se shqiptarët, se shqiptarët tani janë shpërndarë dhe ju punojnë atje në për malet e tyre, por kanë qenë të udhëhequr nga njerëz më të mençur se sa hajvanët që kemi pasur ne në krye, dhe s'keni pse vazhdoni punoni për tjerët andej. Jo thonë këta anullohet këtë, po pse ta anullojmë këtë? Anullohet. Po shqyqyrë Zotit kanë 5 kushte, kushti parë është jep dorëheqjen, që do të thotë, i këti pastaj bëj këto të 4 tjerat. E keni, s'kan as logjik, janë dhe dras. Se më thonë këta të mitre dhe rotu, duhet i marrësh me të mirë, mos i fyej, mos u tensiono, që ne po na ikën te peleku kokët, ku kemi më konet me lloj loshurash, me lloj Honxho Bonxhosh, e me lloj njerëzish që i ikin pas beri hajt. Shikojnë gardhin atje, gardhin që pika që subi atyre që e vunat gardh me tela me gjëmba, po kjo është histori tjetër, me atë kufiri Izraelit dhe shkojnë mas beri hajt, do sjellni dirama palestinezët këtu me Netanjahun. Keni parë ju budallëj të tilla apo jo? Edhe duhet të marrim me të mirë, po jo, se çka të mirë të marrim me të mirë. Ne në fund 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Ne brenda 2030-s duhet të hyjmë Bashkimin Evropian. Ne kemi bërë sa kemi mundur për Vlorën dhe për Shqipërinë me ato që kemi mundur. Tani është koha që këtu të vi para shumë më e madhe që të kemi çfarë shpërndajmë më shumë. Jo, nuk i duam tuajt ne. Nuk i duam tuajt ne. Po me çfarë do t'i shtoni ju investimet? Apo duke i fryrë njëri tjetrin? Fryu. Me çfarë? Këta janë komplet tull. Ndërsa ata që kanë merakun e mjedisit, edhe ata që janë
akoma të mjegull që çfarë do ndodhi, si do ndodhi, ata unë i respektoj. I respektoj, po deri në një farë kohë,